Në sheshin Liria të Tetovës, sot u mbajt një protest kundër, siç u shprehën protestuesit, dështimit të sistemit të drejtësisë në vend. Në marshin protestues morën pjesë në zënë student, familjarë të viktimave dhe qytetarë të shumët. Me pankartën kryesore "Njerëzit digjen, shteti krihet", protestuesit u ndalën para gjykatës dhe prokurorisë së Tetovës, ku shpalosën kërkesat e tyre për drejtësi lidhur me disa prej tragjedive më të mëdha në vend. Andaj kërkojmë që për spitalin modular, prokuroria për ndjekje të krimit dhe korrupsionit të nxjerrë nga sirtari hetimin për shkaktarin e djegjes së spitalit modular dhe të ngritet aktakus për fajtorët kryesor në këtë rast. Njëkohësisht kërkojmë krijimin e një ekipi të pavarur që do të hetojë të gjithë ata që kanë zbaritur këtë lëndë qëllimisht. Përfshirë këtu edhe prokurorët publik. Gjykimi aktual për këtë lëndë të zhvillohet pa ndikim politik e biznesor të oligarkëve. Për rastin në Koçan kërkojmë hetim të pavarur dhe përfshirje të ekspertëve të jashtëm për të garantuar hetim të paanshëm për këtë rast. Të nxjerrën para drejtësisë të gjithë ata që me veprim ose mos veprim kanë lejuar funksionimin e kundërligjshëm të diskotekës Puls nga viti 2013. Për Llaskacën kërkojmë që gjykata e apelit të kthejë lëndën në rigjykim dhe të i merr parasysh ankesat e prokurorisë publike për dënime më të larta për të akuzuarit, ndërsa pronarëve të Turmoturës të ju ndalohet ushtërimi i kësaj veprimtarie. Për post të akuzuarve aktual, para drejtësisë të dalin edhe të gjithë personat zyrtarë që në atë kohë kanë lejuar qarkullimin e këtyre autobusëve pa i kryer kontrole teknike. Për Besatran, kërkojmë që gjykata penale të shqiptojë dënime më të larta për të akuzuarit aktual në këtë rast, pasi lënda është kthyer në rigjykim. Për post kësaj, kërkojmë që para drejtësisë të dalin të gjithë zyrtarët publik që aso kohë kanë lejuar që autobusi mbi 20 herë të kaloj kufirin e maqenisë së veriut me certifikat të rreshme. Familjarët e viktimave të tragjedive si ajo e spitalit modular në Tetov, aksidentit të autobusit të kompanisë Besatrans dhe Turmoturës, gjithashtu kërkuan drejtësi, duke theksuar se institucionet po zvarisin hetimet dhe po mbrojnë përgjegjësitë. Pyes publikisht Venko Filipçën, sa kushton jeta e vllaut dhe babait tim? Pyes publikisht Koço Angjushe, sa miliona profit kushtojnë 14 familjarët tanë që u dogjen të gjallë? Zotri Mickovski, ju dolet dhe premtuat që rastin do të fillonin nga fillimi për gjitha rastet që janë djegur. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit, të gjithë shtireni engjuj, ndërsa më pas jeni djalë të cilët orkestroni feri. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë, sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë bëni për dy arsye. E para për të hequr fajin nga ju dhe të hedhni tyre, dhe e dyta për të shpëtuar vetveten. Ndoshta ju do shpëtoni si shpëtuan edhe ata para jush. Mirë po ju shumë mirë dini atë çka ndjeni brenda. Ju atë nuk mund ta fshehni. Juve ju dalin në ëndër viktimat. Organizatorët e protestës Nisma Zero paralajmëruan se protesta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa detajet për hapat e radhës do të bëhen të ditur përmes rrjeteve sociale.